Në një zhvillim të rëndësishëm për mira qytetarë në moshë të tretë, kryeministri Edi Rama ka firmosur një listë të ri që parashikon rritjen e ndjeshme të pensioneve duke nisur nga muaji shtator. Ky projekt ligji shumë pritur synon të sjellë një ndryshim real në jetën e pensionistëve dhe të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Sipas deklaratave të fundit nga vetë kryeministri, niveli aktual i pensioneve nuk është në përputhje me nevojat e qytetarëve, ndaj është e domosdoshme një ndërhyrje thellë dhe menjëhershme. Rritja e re do të vendos pensionin minimal në vlerën e 400 eurove, një hap i madh përpara në përpjekjet për të garantuar kushte më të denja jetese për moshën e tretë. Në fjalën e tij, Edi Rama ka theksuar se kjo mas nuk është vetëm një rritje financiare, por një angazhim konkret për të kthyer dinjitetin e munguar për pensionistët shqiptar. Kjo vendimarrje është fryti një pune të gjatë dhe analize të thelluar mbi sfidat ekonomike që përbalon kjo kategori shoqërore. Sipas ligjit të miratuar, rritja do të përfshijë të gjithë pensionistët pa përjashtim dhe do të fillojë zbatimin që nga muaji shtator. Pagjesat do të realizohen nëpërmjet dy mënyrave kryesore, përmes zyrave postare dhe përmes transfertave në llogaritë bankare. Qeveria ka theksuar se ka marrë të gjitha masat për të garantuar një shpërndarje të drejtë dhe transparente, pa vonesa dhe me gjithë përgjegjësinë që kërkon kjo nismë. Kjo iniciativë, përveç aspektit ekonomik, mbart edhe një mesazh të fortë social, kujdesin ndaj brezit që ka kontribuar për dekada në zhvillimin e vendit. Rritja e pensioneve shihet gjithashtu si një mënyrë për të luftuar varfrinë dhe për të rritur mirëqenien e familjeve që jetojnë me ndihmë sociale. Përfitimi nga kjo politikë pritet të ndikojë pozitivisht edhe në ekonominë e përditshme, pasi shtimi i të ardhurave për këtë kategori do të sjellë rritje të konsumit dhe stabilitet më të madh social. Në përmbyllje, kjo vendimarrje e re e qeverisë shqiptare përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një sistemi më të drejtë dhe më solidar për qytetarët në nevojë. Kjo është një dëshmi e qartë se ndryshimi është i mundur kur ka vullnet politik dhe vizion afatgjat për të mirën e përbashkët. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.